Lajmi i rëndësishëm. A e ke ditur që në disa qytete në Gjermani, mund të marrësh deri në 25.000 euro nga shteti për të rinovuar banesën tënde? Edhe nëse je qiraxhi, po, nuk po flas për kredi, po flas për para që jepen falas, grante që shumica e shqiptarëve nuk e kanë idenë që ekzistojnë. Quhet Sanierungsförderung ose Modernisierungsförderung, dhe është pjesë e programeve të qyteteve për të përmirësuar banesat në zonat e quajtura Sanierungsgebiet. Nëse banesa ku jeton është e vjetër, ka probleme me izolimin, dritaret, ngrohjen, banjon, kuzhinën, ose është energjikisht jo efikase, ti mund të aplikosh dhe shteti paguan deri në 25.000 euro për renovim. Dhe pjesë më të madhe nuk e paguan ti, por qyteti. Pjesa më e bukur, nuk ke pse të jesh pronar. Edhe qiraxhit përfitojnë sepse qëllimi i programit është të përmirësohen banesat dhe zona ku jeton, jo të pasurohet pronari. Aplikimi bëhet e Bauamt ose Sanierungsstelle e qytetit tënd dhe çdo qytet ka rregullat e veta, por formula është e njëjtë. Nëse banesa ka nevojë për renovim, shteti paguan. Shumë njerëz kanë marrë mijëra euro pa ditur fare për këtë program. Nëse jeton me qira dhe banesa jote ka nevojë për rinovim, komentoj dhe të tregoj hap pas hapi si të arrish tek fondet.